vazhdojmë të jemi këtu sepse kemi një tjetër recet tipike për Pashk italiane, do të bëjmë një pastiqe. Zonja Linda i themi më njëherë përbërësit që do të duhen dhe miqve mikeshave që na ndjekin për ta bërë në për shtëpitë e tyre. Për të bërë pastiqen e Pashkëve, përbërësit që do t'i duhen janë këto: 400 gram makarona, 2 thelpinj hudhër, 1 qep, krip piper vaj ulliri, 500 gram salzomatash, rigon. Ndërkohë për beshamelën do t'ju duhen 600 ml qumësht, 55 gram miell, 50 gram spek, 50 gram parmigiano i grir, 3 ves të ziera, 100 gram bizele, majdanoz dhe 150 gram mozzarella. E kemi këtu. To janë përbërësit që do t'ju duhen për të bërë pastiqen. Si do të procedojmë? Si do të veprojmë? Këtu kam vënë ujin që po valon dhe do të ziejmë makarona, si që ziejmë gjithmonë me ujë me krip, ja biles po i hedh që tani që të mos humbim kohën, sepse don pak. Dgjoj, si quhen këto makarona? Mafaldine. Mafaldine. I kemi për të njëri tjetër në program? Po, e kemi, Po forma më pëlqen, është një nga ato forma që se marr kurrë në shtëpi, po është shumë simpatike. Po, dhe sidomos për këto tava të rinë shumë mirë, do të për pastiqe. Unë po jedh makaronat, tu kam 400 gramshin, që të na zihen dhe paktën teci me këto, mos na vonohen makarona, sepse duhet zjejmë të mama, sepse në furrë pastaj kjo gjysmore maksimumi dhe jemi okej. Atere, si do të veprojmë? Do të grim qepën dhe do të skuqim me vaj ulliri bashkë me hudrën. Ka marrë një sepse kjo ishte e madhe. Po, më pas do të shtojmë salsën, ndërsa tek qumshi do të shtojmë një pra. Këtë beshamelën e kemi kështu në ta përzijmë me salsën, pra vetëm qumësht dhe miell, do ta përzijmë këtu, do t'ja hedhim salsës, do të bëjmë një mix. Aty pastaj jo, do ta shtojmë aty, është kështu një formë më e thjeshtuar, do shtojmë bizelet, do të shtojmë spekun, ke gjithë kjo salsa, pastaj në fund fare makaronat e zjera do t'i përzijmë me salsën, me gjithë mozzarella etj. Fund fare do ta shtrojmë, do shtojmë dhe majdanoze dhe vezë do t'i presim në copa, do t'i vëmë në top para se të piqet, po. Okej. Tash i po ecim sepse don kohën e vet. Dakor. Ecim në përgatitjen. Do të filloj me qepën, më mirë. Po, qepën dhe hudrën, sepse këto janë dyja të para. Tash nëse se keni qepën edhe mund ta hiqni, ha. Po qepa jep shihem, më i zoj. Po, i jep, po tash dikush e don, dikush. Unë them të mos e hiqni qepën, po ju shihni e bëni. Po, tamam. Mund të shtoni, nëse keni kërputa porcini, hiqni bizelet, shtoni ato. Kjo, po, luhet shumë mirë me gjithë përbërësit që juve keni në shtëpi, që keni qef, që ju pëlqejnë më shumë. Nëse si keni, mos i hidhni. Më thëmë, baza është kjo kryesorja, pastaj shton bizele, shton kërputa, janë shije shumë, pastaj personale. Po, këto janë baza e kësaj pastiqe që është për Pashkë dhe që është tipike italiane. Okej. Të e përgatisin shumë italianët për festën e Pashkëve, sepse është një recet goxha e pasur, nuk është një recet që do ta hash për ditë, kjo është shumë për festa. E vërtet, është pak më e rënduar. Po, është e rënduar. Julka, të lutem e ndezë edhe atë, që ta bëjmë kështu. Ta spostojmë, po. Makaronat po i shtojmë këtu, dhe këtu do të bëmë tenxherën tjetër ku do të përgatisim salcën me gjithë beshamelën bashkë. E bëmë këtu tenxherën dhe gjithë pak vaj ulliri. Okej. U tha u bë. Pastiqen sigurisht mama tona e bën. Ashtu edhe pak fare, ka po, ashtu edhe pak. Po, ne kemi ato tradicionale që është shumë e mirë, por kjo është çik ndryshe dhe sot thash të dyja recetat i kemi italiane, kemi shkuar në Itali në mënyrë virtuale. Po, të bëjmë pak më ndryshe sot. Po. Edhe hudrën do ta grim imët edhe këtë. Ndërkohë ju vazhdoni të dërgoni mesazhe në shtëpinë tonë .ch. Ajo fryese nga vezët, po. U frykër ka pak. Po. Pak si shumë. Pra fryet edhe pastaj, po. Do piqet bia, jo, përse kur ashtu mbledhet, po. Kisa se ti bia ta krajo. Tash do të hedhim pra qepën edhe hudrën, që të na skuqet, na zbuten mirë këto. Okej, makaronët këtu po zihen. Dhe po marrim këtë spatulën që t'i përzijmë këto. Okej.
Atëherë, do të grim spekun, ta kemi gati dhe këtë. Nëse përpash gjithë hanë këtë, se speku është me mishderi, kush nuk e dëshiron, do të thënë që se përdor, mund të edhe të mos ta vërë, mund të vërë suxhuk. Suxhuk. Po. Suxhukun e kemi aty gjithmonë si opsion. Nëse nuk doni spekun, përdorni suxhukun, se dikush për fe nuk e përdor mishin e derit, kështu që mund ta zëvendësoni me atë dhe i rrin shumë mirë dhe suxhuku ai gjakohet sidomos. Mund të përdorim dhe nga i speku që është me kubik, nëse e kemi në shtëpi, apo jo duhet kështu? Jo, Julka. Duhet kështu, okej. Jo, ose këtë, ose prosciutto, çfarë dëshirosh, po atë me kubik jo, nuk ta këshilloj. Atëherë dhe mozzarella do ta presim në copa dhe këtë ta kemi gati. Ndërkohë në një tenxhere kemi vënë makaronat që të zihen. Po, aty kemi qepën me hudrën. Dhe këtu kemi qepën me hudrën me pak vaj ulliri. Na tregoni pak nëse do ta bëni për Pashkë në shtëpitë tuaja këtë. Edhe vezët do t'i pres në copa. Ato ditët kur mblidhet e gjithë familja në fakt edhe ndjesia është e mrekullueshme. Po. Tash unë i kam darë 4, mund t'i ndani në 8 pjesë, si të dëshironi, këtu nuk është se ka në një rregull. Mirë, edhe vezët i kemi gati. Okej, po e gridhe majdanozin. Dakor, që ta kemi gati. Po. Edhe këtu këtu, dhe unë po e largoj, sepse tash i mbarova punë me taljerën. Një recet shumë e thjeshtë, një recet shumë e thjeshtë, por me shije pak ndryshe. Ta pastroj pak unë këtu, Julka. Po shumë mirë, tani do të shtojmë largohu se do të shtoj salcën dhe do të bëj pis. Dakor. Tash i vazhdoj unë. Po largohem me shumë kënaqësi. Do të shtojmë salcën e domateve. Pra, kjo që është si pure. Pra qepës edhe hudrës, i hedhim edhe salcën e domateve dhe do të vijojmë t'i përzijejmë. E dal ka dal do të hedhim. Tani një këshill, nëse keni kohë, unë e bëj kur kam kohë, po këtu natyrisht nuk e kam kohën. Ju, kjo salcë që hodhet, shtoni një gjysmë gotë ujë, le të themi, një gotë vogël ujë, dhe lëreni aty dal nga dal që ajo të zije me qepën dhe me hudhën dhe bët salca çfarë t'i arë, sepse merr tamam aromat, ka kohën e dur. Por unë nuk e kam, po ju gjithsesi në shtëpi mund ta bëni, ë. Shtoni pak ujë, lëreni aty dal nga dal të zije derisa ajo të shterojë përsëri. Bëhet shumë e mirë salca, këtë se mohojmë dot. Tani unë po i vë një kapak saj se kjo ka tendencë që t'na bëj pis. E vërtet. Dhe po e lë kështu. Ndërkohë tani tek qumshi, unë do shtoj këtë miellin që kam, do ta bëj këtu që të mos të përzihen që të mos bëj pis në një tas tjetër. Dhe me telin e vezëve do ta përzijejmë. Pra një mënyrë ndryshe për të bërë beshamelin, ë? Po, një beshamel pa yndyrë, sepse ka gjithë gjëra të tjera këtu dhe s'ka nevojë që të bëjmë me gjalpa e me pana e me qumë. Vetëm qumë është dhe miell në këtë rast. Edhe kaq mjafton. Po, kjo është shumë. Ndërkohë që përzijejmë, lexojmë edhe ndonjë mesazh të mbërritur në shtëpinë tonë .sh, që është faqja jonë zyrtare, aty ku komunikojmë me njëri tjetrin në çdo ditë të programit. Mirëmëngjes shtëpia jonë, si jeni? Ju si keni kaluar? Mirë, faleminderit, ne shumë mirë dhe shpresojmë të njëjtën gjë edhe për ju. Më keni munguar goxha, pasi unë të enjten dhe të premten isha në Korçë. Oh, sa qytete të bukura që kemi, sidomos Korça. Për drek do të bëj plaçi Korçe me pastërma që bleva andej. Qumështori mendoj që është ëmbëlsira më e mirë dhe më e lehtë. Në Myzeqe për Pashkë bëhet yshmer me petë. Me petë të pjekura, të shtruara me gjalp të shkrirë, qumë, sheqer dhe shumë vezë fshati. Bëhet moj gra që nuk di ç'ti them. A ne pa e provuar,
nuk dim që të themi as ne. Edhe thotë ju kam shumë gjanë një përqafim për 3 muskujtjerët e kuzhinës është edhe shtëpinë tonë. Faleminderit shumë përqafime dhe shumë dashuri për ty. Ndërkohë dikush tjetër na thotë, ja ta kthejmë pak se dhe helbete nuk shohim tani, e tham këtë punë. Dakord, na thonë, mirë mëngjesi yje, drekës mori gra, e burra ju kam vënë emrin speca të mbushura. Edhe ke bërë shumë mirë. Nuk e di nëse ke parë një recetë që ka bërë zonja Linda kështu, speca të mbushura pak të ndryshe, kështu që herës tjetër, shive që ta bësh pak jo nga ajo mënyra tradicionale, por për të shtuar dhe diçka tjetër ekstra. Tani, unë shtova vetëm një garush dhe me ujë, nga ujë makarona dhe shtova këtu, ja dhash pak mundësi salsës time që të, se e kam qik me merak, që të zije qik dhe të më marrë aromën e qepës dhe të hudës. Tani do të shtoj këtë masën që kam këtu, e përzije dhe njerë pra qumshin që kam me mjellin. Do të largoj këtë, do të hedh këtu, duke e përzije. Hidhe ti përzije ndërkohë që unë mërzita shumë. Se? Një zonja jonë, e ditë çfarë ka bërë? Për drek. Qa ka bërë? Ja prak, me gjithë e rush. Unë se kam në një pasion, që që... Vdes për ja prak, moj mbaroj fare për ja prak. I kam shumë Okej, bje keq për ty. Ditën kur bën mami ja prak, unë hatër ditën nga mëngjesit deri në darkë. Mua s'm vjen keq fare, me të drejtën vjen keq që s'po gjejmë gjithë e rushi. Dhe me si po pres që t'i shijoj. Unë do të shtoj krip këtu, tek salca pra që e kishim qepën me hudrën, me salcën e domateve, një garush dhe ujë që ja shtova unë, dhe kemi qumshin me mjellin që shtuam, pra e rregulluam për krip, do t'i shtojmë edhe pak piper, kësa i rinë mirë. E shkëlqyer. Pra është një lloj beshamele ndryshe, dhe për zirë mos rish bë beshamelën vete këtu. Beshamela që duam. Po, beshamela që duam, tamam. Në fund të ditës është beshamela që ne duam, që bëhet shumë thjesht, pa ndetur e pa u trazuar tërë. Po, do të shtoj këtu dhe bizelet. Unë i marr gjithmonë nga ngrira, këtë kohë sepse ruajnë ngjyrën më të bukur. Tash në këtë rast do futen salcë, po në përgjithësi i baj në shtëpi kështu. Sepse kanë ngjyrën më të bukur jeshile, sidomos kur bëj makaronat që e përdor ke salcat i vëun ose ke supa, e ruan ngjyrën e bukur kjo bizelja jeshile kështu. Pra shtuam edhe bizelet dhe këtu na kanë tash i vezët, do t'i hedhim po në fund fare. Këto tash do t'i shtojmë gjitha këtu. Do shtojmë edhe pak rigon ke kjo beshamela, ke kjo salsa që po përgatisim. Jep aromë dhe kjo po e largojmë. Ndërkohë makaronat tona po, mafaldine tona. Shumë të lezeshme janë. Po, e ka formën e bukur si tantel, them unë. Po. Okej. Dhe po këtu, te kjo salë, do të shtojmë edhe speku që unë e preva në copa. Keni parasysh që speku nuk duhet nga ai që është me kubik, këtë e kishim... është i rënda i. Është i rënda i, kështu që do na duhet i prerë në feta të holla dhe do na japi shijen pak më ndryshe, kështu që keni parasysh të gjën. Nuk u kalojnë ato në kubik, nëse i keni në frigorifer që do t'i isni qafe. Për këtë recet, jo. Tani, nëse keni borzilok, ajo është akoma më mirë, por unë nuk gjeta borzilok, kështu që po përdor majdanozin, mirë edhe ky. Po borzilok është idealja. Po jo gjithmonë e gjem, sepse nuk është destina. Nuk është stina e vërtet. Po. Sa të filloj të na bëhet në për balkonet tona borziloku pa. Po, tamam. Pastaj nuk na shpëton, as një recet pa borzilok. E vërtet. Tani neve dhe makaronën na kanë zirë, kështu që unë do ta fik. Dakord. Dhe do të marr tavën, unë do të përdor një tavë të madhe. Kam të tavën këtu, nuk do të hedh asgjë sepse i ka të gjitha brenda. Gjithë kjo masë do të përgatisim këtu neve. Tani makaronat unë do t'i marr nga tenxhera, do t'i jetu në salcë, pra do t'i përzijem. Dhe këtu do të shtoj edhe mozzarella, do të shtoj edhe djathin parmigiano të grirë. Me dy llojet e djathrave pra. Po, do t'i shtojmë këtu. Tani. Po i marr me këtë kështu, duke i kulluar ujë, sepse nuk dua ujë, se kam tamam. Edhe përzjejmë. Pra është menu shumë e thjeshtë për ta përgatitur. Po. Mirë. Na thot dikush, Mojul ka thot, i thash mamit bëj si Linda për specat e mbushur e ka dhe më tha, po i bëj si i bëj vetë se na çmendët me Lindën. Ka që janë shtuar shumë kërkesat për t'i bërë gjërat si zonja Linda. E vërtet. Po si të mos i bësh?
Ti bësh që keme të? Sidomos i bësh si i bën Linda. Atëre, i përzijem fillimisht makaronat. Unë po e fiktu, sepse kam mbaruar punë, salcën e kisha gati. Do të shtojmë djathin, parmigianon që kam këtu. Unë përdoni edhe djathin tonë kaçkavallë, natyrisht tjetë me shije kështu. Një pjesë do të jetë sipër fare, do të përdor, do të edhe mozzarellën, sepse duam që të na bëhet kështu. Që ta shkrihet. Po, të na bëhet kremoze. Mozzarellës. Saj. Mozzarellës. Moc. Po, ti jo, mos ma i djathin, ku po ma qonë. Jo, me bëjë shqipja sa ka ngelur. Ose mozzarella. Mozzarella. Mos ma i djathin, tha, po e shia. Jo, e mori gati me ik. Jo, ake. Jo, djathin aty se do jedhin Do pak më sipër. shumë, do më pak apën. Po shok. Ma lë aty. Atere, gjithë të masë, unë do të ajet në tavën që kam këtu gati, kështu si që kam, pa... Pa shumë temenar. Pa shumë temenara këtu. Ua, sa e mirë që doli kështu... E po e bëjmë në Alban. Po mi, shpejt bëhet, E bëjmë. Un pasticcio Di pashkjo. Me di pashkjo. Atere, do t'i shpërndajmë. Do t'i edhim edhe djathin. Sigurisht. Që ta bëjtin që kërca të si. Po. Dhe copat e vezës si vëmë kështu. Okej. Beja, thot, iq që Alban, thot, se të isha aty do thoja, Linda të iku djathi. Pak më në qëndër të Por Linda e mbanë në kontrol Albanin. Po. Se i njof tendencat e këti që të mi heqi. E kemi neutralizuar. Po, Albanin e kemi neutralizuar. jam neutralizuar tashmë. E njohim mirë. Desë, është OCD-a ime, nuk jam unë. është OCD-a ime. Atere, në gjesh këshu pak fare. Dhe ne këtë tani Sa e kemi bukur që gati, po, është për Pashkë, është goxha e pasur si recet, thash nuk është për... Edhe është më ceremoniale, është për festa, shumë e po, bukur. kjo. Mirë, këtu ta vëm të piqet me 180, 200 gradë maksimumi, 25-30 minuta, sepse gjitha janë të zjera këto. Perfekte, kështu që janë gati. Ndërko, do edhe që një sy edhe, e vendosim këtë, ja të ke kemi, pra... Jo, don akoma. Do akoma. Po, po. Tu kemi pasticën tonë të dashur të Pashkëve. Në furën tjetër më pas, kemi këtë il lattajolo, Il lattajolo. Shtorin alla italian. Do kohë që të bëhet, do keni mundësi t'i ndiqni në shtëpinë tonë pikë të apo jo? Pa tjetër, aty do të keni versionet e përfunduara me foto së bashku me përbërësit, po gjithsesi, të gjitha recetet i keni dhe në faqen tonë zyrtare në YouTube, aty i gjeni lehtësisht edhe nuk ju humbet asnjë lloj recete që kalon këtu nga ky banak, kaq shumë i dashur për të gjithë. Por mos harroni që recetat tona mund t'i gjeni edhe te Gazeta Shqip, gazetavisshqip.com. Mund të shkoni edhe t'i gjeni aty të gjitha recetat tona, edhe në YouTube nuk diskutohet. Dhe kemi arritur në fund të recetave të pjesës së gatimit, të lumshin do çka. Faleminderit Tuar, zonja Linda. Nuk e mbyllim asnjëherë pa falenderuar ata të cilët janë pjesë e programit dhe që na ndihmojnë shumë me pjesën e produkteve cilësore. Pa diskutim, faleminderit Miellit Ola, ja tek e kemi që është me ne gjatë gjithë kohës me të gjitha produktet e saj, gjitha llojet e mielërave që ka në treg. Faleminderit Palmanuc, faleminderit Komodita Home. Ne kthehemi pas pak, flasim pak për vajin e palmës. Sa problematik është.